Ka libra që nuk shkruhen vetëm për t'u lexuar, por për të mos lejuar që historia të harrohet. I tillë është romani Njeriu I njëjtë, I cili tashmë vjen në gjuhën shqipe nga shtëpia botuese Dituria Islame. Vepra trajton një nga plagët më të rënda të luftës në Bosnjë-Hercegovinë, dhunën sistematike seksuale ndaj grave dhe vajzave muslimane, duke shndërruar letërsinë në një dëshmi artistike të dhimbjes, kujtesës dhe dinjitetit njerëzor. Përmes personazhit kryesor dhe një rrëfimi që ndërthur dokumentimin me fuqinë e artit letrar, autori sjell para lexuesit historitë e grave që përjetuan tortura, poshtrim dhe stigmatizim, duke ngritur zërin kundër harresës dhe heshtjes. Në parathënien e librit, përkthyesi Hysen Matoshi e cilëson romanin si një monument letrar kushtuar viktimave, duke theksuar se ai nuk synon vetëm të rrëfejë tragjedinë, por edhe të rikthejë dinjitetin e atyre që për shumë kohë mbetën pa zë. Botimi në gjuhën shqipe ka një domethënie të veçantë, pasi krijon një urë kujtese dhe komunikimi ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës, dy vende që kanë njohur plagët e luftës dhe pasojat e saj mbi civilët. Njeriu I njëjtë shtron pyetje të forta mbi përgjegjësinë, drejtësinë dhe humanizmin, duke dëshmuar se letërsia mund të jetë njëkohësisht art, kujtesë dhe ndërgjegje. Romanin Njeriu I njëjtë mund ta gjeni në librarinë Dituria Islame në Prishtinë.